Përshëndetje TikToku, ritakohemi sërish për prezantimin e një motori bish tjetër, Yamaha T-Max 500 vitit 2010, një nga motorat më të mirë, më të fortë, të vetmet motora që realisht sot, edhe pse jemi në vitin 2025, kanë lënë një shenjë shumë të fortë në histori. Kjo seri nga viti 2008 deri në vitin 2011 është një nga motorat më të kërkuar nga seria T-Maxit. Në rastin konkret kemi një T-Max që është full a plot malosi. Është një T-Max i çmendur, një motor fiks i shpejt për çuna dhe për goca që kanë qejf shpejtësi. E prezantojmë bashkarisht se çfarë mjeti është ky. Shikoni pra, gomat Pirelli Diablo Rosso, një kategori shumë të lartë. Paneli përpara e ka komplet LED. Ta ndezim, ta shohim më mirë, shikoni pra, çfarë sinjalistike ka. Pasqyrat janë komplet ekstra. Xhami është malosi komplet ekstra. Sinjalet përpara, po të shikoni, ka sinjalet ekstra me LED. Diskofrenat të gjënë të përkryer. Shala e personalizuar, si të shikoni, ka një shalë tjetër personalizuar. Marmita Akrapovic. Një nga Akrapovicët më të kërkuar në histori. Është me letra, me targa, plus ka dhe poshtë për të vendosur senet e juaj personale. Goma mbrapa Pirelli Diablo Rosso në gjendje të shkëlqyer, diskofrenat Margarit Sport me pjesë karboni të personalizuara. Pra, është një super T-Max. Ju rikujtoj që vjen me çmimin promocional për gjithë ju që keni dëshirë një mjet të tillë, 4.500 euro. E përsëris 4.500 euro dhe ky mjet bëhet i juaj. Mos e leje adrenalinën të hiki, pushtoje veten dhe bëj vetes një dhuratë shumë të mirë për gjithë të verë që të bukur që po na vjen. Numri telefonit do jetë në postimin përkatës, ndaj ky T-Max është për ty. Faleminderit.